110.000 shkelje ka detektuar sistemi SafeCity në 24 orët e fundit, edhe atë vetëm në kryeqytet, duke llogaritur si shkelje te kalim të shpejtësisë edhe 1 kilometër më tepër se shpejtësia e lejuar. I pyetur nga televizioni Shenja, ministri i punëve të brendshme Pançe Toshkovski tha se në diskurs janë dy modele, ai i Zvicrës që nuk parasheh tolerancë fare ose që të ketë tolerancë si në disa vende që janë pjesë e Bashkimit Evropian. Ai tha se dënime do të ketë edhe për ministra dhe zyrtar që do të shkelin rregullat në komunikacion dhe do të kapen nga kamerat e sistemit SafeCity. Përjashtim, sipas Toshkovskit, do të ketë vetëm për autoambulancat dhe veturat në shoqërim. Ka vende në Europë ku nuk ka tolerancë fare. Ka vende ku toleranca është e 10% mbi shpejtësinë e lejuar. Do të diskutojmë në periudhën e ardhshme dhe do të vendosim. Ministrat do të gjobiten. E di që në periudhën e fundit janë gjobitur së paku 3 ministra. Nuk do t'i përmend emra tani. Kur ministrat udhëtojnë me automjete zyrtare dhe me shoqërim policor, nuk mund të gjobiten. Por edhe ne përdorim automjete private dhe besoni se as ne nuk do të lihemi pa përgjegjësi. Për tolerancë në komunikacion, foli edhe kryeministri Hristian Mickovski. Ai tha se vërejtje për shoferët do të ketë edhe nëse kapen duke vozitur 50.5 km/h. Mickovski theksoi se e mbështet plotësisht zbatimin e projektit SafeCity. Edhe me 50.5 do të marrin vërejtje, sepse ka rregulla që përcaktojnë çfarë nënkupton shpejtësi e përshtatshme dhe e papërshtatshme. Nëse arrim të shpëtojmë qoftë edhe një jetë njerëzore, unë jam i gatshëm ta marr gjithë barën mbi vete dhe ta pranoj të gjithë përgjegjësinë politike. Mjafton të shpëtojmë qoftë edhe një jetë, sepse një pjesë e atyre jetëve njerëzore humbën për shkak të mos respektimit të rregullave të trafikut dhe më së shpeshti kjo ndodh nga shpejtësia e papërshtatshme. Sipas informacioneve zyrtare, 90% e shkeljeve kanë të bëjnë me tejkalim të shpejtësisë të lejuar, ndërkaq 5.000 shkelje për kalim në semafor të kuq. Toshkovski njoftoi gjithashtu se SafeCity ka regjistruar edhe afërsisht mbi 1.000 vetura të paregjistruara brenda vetëm 24 orëve. Ministri sqaroi se startimi i sistemit SafeCity mund të mos nisë me 1 janar, siç është paralajmëruar, dhe mund të prolongohet për 1 muaj dhe të startojë me gjoba nga 1 shkurti.